Horoskopi ditore mart 23 qershor 2026. Dashi. Dita e sotme do të jetë mjaft e favorshme për një dialog pozitiv. Është një periudhë e mirë për disa studime psikologjike apo për njohuri të reja. Shumë prej të lindurve të kësaj shenje do e tregojnë veten si ndërmjetës të mrekullueshëm, menaxher apo konsulent. Demi. Kaloni pak kohë me familjen apo kolegët tuaj që i keni për zemër. Do të keni diçka për të folur pavarësisht moshës apo temperamentit tuaj. Mund të diskutoni për çështje të nxehta të familjes, apo edhe për një rinovim të marrëdhënieve familjare. Binjakët. Dita e sotme është e favorshme për të lindurit e kësaj shenje, për të shqyrtuar aftësitë e shumta dhe talentet, veçanërisht në muzikë, art dhe edukim. Ju gjithashtu mund të provoni një eksperiencë në marketing, drejtim apo projektim. Gaforia. Sot do të arrini të menaxhoni punë të rënda për të arritur atë që nuk keni mundur më parë. Duhet të mbani shënime, raporte apo korrespondenca. Duhet të tregoni kujdes për të paguar disa fatura apo mallra dhe shërbime. Luani. Lidhjet fisnore do të marrin shumë rëndësi gjatë ditës së sotme. Problemet financiare nuk do të jenë aq të tmerrshme nëse diskutohen hapur dhe me besim të plot. Çështje dokumentash, kredi dhe fatura mund të zgjidhen me sukses. Virgjëresha. Kjo ditë krijon kushte perfekte për udhëtime të shkurtra. Është gjithashtu një ditë e mirë për meditim të thellë, dyshime përmes intuitës dhe për eksplorim të talenteve, veçanërisht në letërsi dhe muzikë. Vajzat do të kenë një sukses të paparë si ndërmjetëse, këshilltare apo psikologe. Peshorja. Humori peshorëve gjatë ditës së sotme do të jetë i lidhur ngushtë me çështjet financiare. Zgjedhja e aktivitetit tuaj do të varet nga shpërblimi, stabiliteti, pagesa dhe perspektiva e rritjes profesionale. Akrepi. Edhe më të rezervuarit e lindur në këtë shenjë do të përfshihen nga emocionet, do të reflektojnë mbi disa situata dhe do të shpëtojnë nga komplekset dhe frika. Është një kohë e mrekullueshme për bisedat me një mik, të afërm apo bashkëudhëtar. Shigjetari. Fjalët janë flori, por heshtja është e artë. Kjo është një thënie mjaft e rëndësishme për të lindurit e kësaj shenje. Shumë nga thumbimet duhet të zvendësojnë komunikimin intensiv. Bisedoni me dikë për nevojat dhe njohurit tuaja. Bricjapi. Nuk do të jetë e vështirë për bricjapët të gjejnë dikë për të folur sot. Nëse do të ndiheni shumë të vetmuar, kërkojini shpjegime tek vetja. Ndoshta ju mendoni se shqetësimet tuaja janë të vetmet, por nëse do të ktheni kokën nga të tjerët, do të shikoni se ata kanë shqetësime të ngjashme me tuajat. Ujori. Tregohuni më të ndjeshëm ndaj shqetësimit të dikujt. Ndoshta njerëzit rreth jush do t'ju ndihmojnë në një mënyrë që ju përshtatet, duke qenë një mbështetje e duhur. Nëse jeni të përfshirë nga mendime negative, mundohuni të hutoheni nga aktivitetet rutinë. Peshqit. Sot peshqit ka nevojë për ushqim dhe për të menduar mirë. Jeni të përfshirë nga një ndjenjë e mpret e modës së fundit. Do të ndodhë që të tregoni interes në rritje ndaj traditave të huaja, por edhe kuzhinës.